nuk ka ndodhur ad hoc vrasja e Triumfit. aty për aty. Do me thonë, u pregadit vrasja shumë herët, shumë kohë përpara. Po falat sive Triumfrizët 2-3 herë i ka shpëtu vrasjes. Atë dita, në qoftë se i interesuar me ditë atë dita, 30 gushti, këta e kanë pregadit vrasjen në restorantin Sekeraqa që gjinët Prishtinë, të gjithë persona që kanë qenë prej kamarierit i cili e ka vëzhgu Triumfrizën pi hotelit Grand, pe ka parku gjipin Land Cruiser, që i ka qu mesazh kamarieri i restorantit Sekeraqa. Me shprehjen që nuk kam i sigurt pish grupit Sekeraqës po tash, jatë Panderove apo Enverit. Që ky kushia qenka te hoteli Grand, duke pretendu kushi Triumfrizën për ballë. Pi atij momentit Ilir Abdullahi, Rahim Abdullahi, të gjithë pjesëmarrës tjerë këtë vrasje, kanë dalë prej restorantit të Enver Sekeraqës, edhe përcjelljen e kanë bë prej Hotel Grandit deri te kafeterit Masantes. Sipas hetimeve të inteligjencës edhe të tërësisë, të gjithë kanë qenë të armatosur, duke përfshirë edhe vrasin Arbenin, se Arbeni nuk ka qenë i grupit Sekeraqa, po ka qenë i paguar nga ky grup.